Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën politike, por dhe jo vetëm, kryesorja është ajo ekonomike, me profesorin e asusuar doktor Artan Imani, një figurë respektuar akademike, profesor universitar, por dhe kandidat së fundmi pra në zgjedhjet që sapo kaluan për deputet nga koalicioni AK-Nisma. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë, është kënaqësi që të mund të bisedoj me ju. Faleminderit ju. Profesor, do ta nisim nga xhepi. Kur do rritet çmimi i energjisë? Po sipas projekcioneve të dërguara në rregullatorin e energjisë nga operatorët ekonomik, parashikohet që nga 1 prilli që të jetë afati, por që kanë japë dhe afat shtesë deri në marrjen e opinioneve nga grupet e interesit, por sipas çdo gjasa do të jetë mes muajit prill dhe kalkulimet do të bëhen nga fillimi i këtij muaji. Pra me efekt prapa veprues. Po patjetër, sepse rishikimi i aprovimi i pasqyrave financiare të operatorëve ekonomik, ku rrit limitin e fitimit për operatorët ekonomik, ajo nënkupton që i kanë aprovuar pasqyra. Tash problematika mbetet te komendet që janë dërguar nga grupet e interesit, shoqëria civile, qytetarët, bizneset, por që siç po shihet ne jemi pengë një mafie energjetike dhe detyrimisht do të ngritet energjia elektrike. Pra nuk ka shanse që ky vendim të kthehet. Nuk po shihet se ka disponim që të kthehet një vendim i tillë, sepse mundësitë janë gjithmonë se ZRE-ja, si organ rregullativ, mund ta merrë qendrim që të mos aprovoj rritjen e të hyrave për operatorët ekonomik, por që siç po duket, një arsyetim të gjatë që kishte edhe para 3 ditë, 3 ose 4 ditë ministri Zvanolli, në një farë forme arsyeton domosdoshmërinë dhe nevojën e rritjes së çmimit të energjisë elektrike si pasojë e rritjes së energjisë elektrike në tregun global. I prek të gjitha kategoritë, kryesorja janë familjarët. Shka problemi nuk është shumë problem shtrejtimi i energjisë elektrike, sa është problem derivati që pason nga shtrejtimi i energjisë elektrike. Për shkak se Kosova nuk është një vend i cili ka energji alternative, po kryesisht i tërë segmenti edhe ekonomive familjare, edhe i bizneseve, edhe i prodhimtarisë është i lidhur me energjinë elektrike direkte dhe ne nuk kemi energji alternative ose ka shumë pak energji alternative të cilat mund të zhvendosen qoftë me gaz, qoftë me panela diellore, për shembull nëse krahasojmë me Shqipërinë një numër i madh edhe i operatorëve ekonomik, turistik, biznesor kanë të modifikuar energjinë elektrike, ndërsa në Kosovë shumica e energjisë elektrike është mbështetur në shumica e bizneseve është mbështetur në energjinë e pastër elektrike. Kështu që unë shoh se jo vetëm 15% i ngritjes së energjisë elektrike, por derivati i saj do të jetë një shtrajtim i produkteve elementare të jetës nga 25 deri në 35 apo 40% që nga dita e parë e aplikimit të tarifës së re. Zotin Imani, ky vendim ishte lajmëruar përpara zgjedhjeve apo prit që të mbarojnë zgjedhjet pastaj të njoftohen? Ne edhe në kohë zgjedhjeve kemi njoftuar sepse kemi parë kur kanë ndërzuar pasqyrat financiare operatorët ekonomik dhe kanë kërkuar rritje, por qeveria kurti për çuditë atë kohë thoshte se nuk do të ketë një rritje të tillë, ndërsa nga momenti që përfundoi procesi zgjedhor, më në herë futën në funksion. Unë e thash që në fillim sepse ne fatkeqësisht qeveria jonë është pengë e mafisë energjetike dhe si e tillë është detyruar që të përmbush kërkesat dhe nevojat e atyre të cilët diktojnë me energjinë elektrike. Ka shumë hapësira dhe mundësi që të korrigjohet, nëse vërtet qeveria tek mafia energjetike, ju lutem, çfarë nuk kuptoni me këtë që ka hapësirë, por e mban peng mafia energjetike? Po shikoj, ju e dini me ka aferat, jo vetëm kombëtare, por të aferat ndërkombëtare të rrjetit të shpërndarjes së distribucionit që është në Kosovë, se ka zgjetat vendin e, ç'më thon, tamam shtratin e vet dhe ato miliona të cilat janë deportuar vetëm këtë vit ku po flasim ne kemi rreth 100 milionë të importuar energji elektrike. Kështu që padesh të mund shun ato problematikë që janë tashmë ligjore dhe kanë edhe karakter prokurorial dhe organet tjera kanë filluar ndjekje. Unë konsideroj që qeveria e Republikës Kosovës ka mundësinë dhe mundësia është që ta hesë të vëshën në energji. Pra, nëse duhet patjetër të përmbushin standardet dhe kërkesat e operatorëve ekonomik, atëherë ne le të hesë të vëshën në energji dhe aty është rezultati përfundimtar.
prodhimi vet sa mbulon brenda në Kosovë? Po shikoj varësisht prej kohës kur jemi në fazën e pikut, ne zakonisht importojnë asasi të mëdha energjetike, kryesisht dhe atëherë kur ne kapacitetet tona maksimale janë 750 deri 900 megawatt energji elektrike. Dhe tashmë jena sipas njoftimeve të fundit edhe disa remonte që janë duke u përgatitur, por problemi është se koha e pikut, koha nga ora 18 deri në orën 22-23 kur është koha aty është edhe çmimi më i lartë i energjisë elektrike, edhe konsumi është më i madh i energjisë elektrike.